Jemi në fshatin Re Vuq, njëri prej fshatrave me, le të themi kështu, ambient piktoresk, por po ashtu edhe jo vetëm piktoresk, kemi edhe një person i cili është duke kujdesur në detaje për të përfunduar njërin prej punimeve të radhës pranë vetes e kam Vedri Kadriun, personin i cili, për gjithë ata që nuk e njohin, jo vetëm që është autor i veprave të mëdha, edhe historike, edhe simbolike, edhe kulturore, por po ashtu edhe një punëtor i pashoq. Vedri, faleminderit shumë për kohën edhe për gatishmërinë. E di që shumë shpesh ta ndali edhe punën këtu në ateljen tënde, por padyshim është njëra prej padyshim është kënaqësi për me ta ndërprej punën edhe me bisedu për emisionin Fix në kohë. Me na tregu jo vetëm për këtë punim, por edhe për punime tjera, sepse pak më vonë të dashur shikues, kemi me lëshu këtë ambient dhe kemi ju ngjit pak hapësirës lart, ku janë dy prej punimeve, po duket më të mëdha që i ke punuar apo jo? Po faktikisht janë dy monumente që janë simbolike historike, të cilat paraqesin një periudhë caktuar të kohës edhe periudhave historike tonë. Po sot kjo zonjë, kush është kjo zonjë? Këto janë disa boceta që më duhet realizu një cikël të bocetave për një ekspozit personale. Kështu janë figura femërore, po me gjithë e kanë atë pjesën artistike të cilën kemi si shprehje të veçantë. Krahas kësaj dhe këtyre punimeve, ndër vite që jemi takuar, e di që ka pas goxha shumë punime. Ka pas edhe le të themi kështu vendosje të punimeve tua jo vetëm në kryeqytetin e Prishtinës, por edhe në qytete të tjera. Nëse mundemi me bëni rezume? Kam disa prej punimeve, njëra prej tyre është hynesha në Francë që është vendosur para 2 viteve në Prishtinë. I kam edhe disa vepra buste shtatore edhe monumente artistike në pothuajse në gjitha qytetet e Kosovës. Lidhen të gjitha me historinë, me trashëgiminë tonë kulturore? Po, pothuajse 90% janë pjesa e luftës të fundit të Kosovës. Domthonë janë dëshmor, martir, fëmijë të vrarë, të cilët mas pak të kena bë për ta. Jem mundu të realizoj disa prej veprave tyne, që realisht edhe janë të publikuar në për hapësira. Vedri, po thu mas pak të kemi bë për ta, për fëmijë. Unë e ndoj këtë mendim edhe unë, për fëmijë edhe për nanat apo edhe për gratë të cilat me një apo formën tjetër kanë kontribu në shumë forma, prej ushqimi deri tek larja uniformave të ushtarëve, shumë çka tjetër. Pse kemi bë kaq pak për ta? Nuk e di se si shoqëri nuk jemi shumë të fokusuar në ngjarjet të fundit që kanë ndodhur në Kosovë. Jemi pak në shoqëri që po mundohemi të kalojmë megjithatë që nuk bën me të kalu. Disa vepra janë të realizuar, po jo të mjaftueshëm. Kemi artistë që janë jashtëzakonisht të mirë, që kanë bërë vepra për fëmijët, sidomos e leutrimit është një prej veprave që ngjalli më shumë të emocion, po edhe unë kam dy vepra të cilat i kushtohet martirëve që janë të fëmijë të vramë, në vendosën në një shkollë këtë në Podëjiv. Megjithatë, nuk mjafton kjo që kemi mujt me realizu. Është vendosur në shkollë në Podëjiv, cila ka qenë historia atyre fëmijëve? Ata kanë qenë vëlla e motër, janë vramë në luftën e fundit,
edhe fatkeqësisht nuk kanë lënë mrapa askën. Edhe janë 2 martër që janë të vendosur në borën e shkollës. Kemi me vendos në montazh fotografi, nëse mundesh pak me na e shpjegu se si duket ai punim? Po, janë vëlla e motër, vendosur njëri është me çantë, kurse motra është me një libër në dorë, janë afër njëra tjetrës, të cilët të gëzueshëm me një buzëqeshje duke vazhduar me shkon në shkollë. Edhe ka ndodhur Por fat ju ka ndërprerja buzëqeshje dhe ndodhen të ekzekutimet. sigurisht, tash ndodhen edhe vepra. Pra, mbohet gjallë përsëri një farë trashëgimi edhe përmes artit edhe përmes skulpturës, padyshim. Po, sigurisht. Po. Skulptura është njëra prej dokumenteve më të rëndësishme që mundu me lënë se dëshmi të një historie apo një trashëgimie kulturore të një populli. Krahas skulpturës, po e shohim që rreth kemi edhe piktura. Janë të punuara nga ti personalisht? Po. A i spjegojmë pak ndoshta edhe për shikuesin. Po i spjegojmë. Hajde. Ka po nisim. Po nisëm prej Lek Dugaxhinit. Prej Lek Dugaxhinit. Lek Dugaxhini është një pikturë e cila më frymëzon edhe mua çdo herën në ballë. Është një vepër e realizuar para besoj afër 10 vite ka. Me dimensione goxha që ka? Po, është 2 metër me 1,20, nëse nuk e gaboj dimensionin. Është një vepër e madhe, e cila më frymëzon sa herë qesha. Definitivisht. Tjetra? Unë edhe kështu pak jem tip që unën patriotike dhe unën kombëtare e çmoj më tepër edhe e realizoj më tepër si vepra. Po, kemi vrejtë. Kjo është një vepër skulpturale, e cila mendoj me vendos, nuk po tregoj vënën se është halo, është në proces, kam vendos në një vend shumë të rëndësishëm. Është koka e Shqiponis. Paktën cilën komuna, po na tregon? Në Prishtinë. Në komunën e Prishtinës, në kryeqytet do thotë. Në kryeqytet kam vendos. Vepra e dytë po i bie prej hyneshës fron, edhe kjo tash. Vepra e tretë. E treta. Pse, cila është edhe edhe veprat e kokave të Skënderbejt që janë vendosur në ish Hotel Unionin. Hotel Unionin, definitivisht, po. Kjo është një buf, kështu, formë artistike, e realizuar kështu prej dëshirës. Kjo është pjesa tjetër një vepre artistike e cila jam të realizuar për një ekspozitë personale, është cikël i ri i gjinisë femërore. Okej. Ajo është kallapi një amblenës që e kom realizuar tek varrezat e dëshmorëve në Penu. E kështu me radhë të një vepra tjera, piktura. Piktura të shumta. Këto janë piktura, për shembull portreti emocional që është një fëmija edhe kështu pak më emocionojnë sepse janë pjesa më e bukur e jona. Por nëse mundemi me boni prej veprave që kom realizuar për një film. Hajde shkoj pas. Super. Cilat edhe janë? Po. Një vepër e cila është e paraqitur në ngjarje të vërtetë. Okej, çfarë do thotë? Që do thotë nona me 2 fëmijë, domthonjë që njërin ka arrit ta marrë në luftë, kurse tjetrin e ka lënë. A i thëmë për të shikuesit? Njërin fëmijë ka arrit me marrë në gjatë ikjes nga forcat paramilitare, një fëmijë ka arrit me marrë të tjetrin? Kurse tjetri ka mbetë në rrugë. Okej. Pasi që ka ikë prej luftës, ka arrit të shkojë në Londër. Kjo non me këtë fëmijë, është rrit fëmija edhe kur është kthy pas luftës, ka arrit ta gjejë edhe fëmijën tjetër. E ka gjetë fëmijën tjetër? Po, e ka gjetë fëmijën tjetër dhe jim bo bashkë me ata. Edhe kjo është një prej veprave që e kam realizu në bazë të gojdhonave, jo dokumente zyrtare, po diçka, po përmes gojdhonave dhe dëshmive të që kanë. Por apo i bie që atë dhe njëri fëmijë është duke ushqyer me xhin, ndërsa tjetri është kjo që i është larguar nga ose është larguar
shkaku i forca paramilitare serbe, Koha nuk i ka mjaftuar. nuk i kam t'i marrë të dy Ta fëmijët. marrë me Edhe pas luftës më pas janë takuar dhe ka gjithë. Pra janë taku edhe është Vuajtjet shqiptare janë shumëta. kjo është një nonë shqiptare me këtë Me shami. me shamin e vet, e cila Interesante. i simbolizon edhe gruan shqiptare që është grua shumë e fuqishme. Definitivisht. Mirë, ja japim edhe pak një sy ateljes, edhe më pas ndoshta do duhet edhe të ikim në pjesën lartë atje. Po thua që do t'jetë një ekspozit personale. Kur do t'jetë gati ajo dhe ku do të bëhet? Unë mendoj që në fillim të vitit që do të vjen, afërsisht ka muaj shkurt mendoj, të realizojnë në Podujevën, Galerinë e Arteve të Podujevës. Do të thotë sigurisht për 17 shkurt, diçka të tillë? Ashtu, diçka nuk është e domosdoshme data e caktuar, por megjithatë koha afërsisht që ato është. Ka me bo me dikun 15 vepra skulpturore edhe 30 prej pikturës. Do mund për bëj pak ma një mix tyne, sepse unë e kam edhe pikturën edhe skulpturën. Cilin e kështë zgjedhë nëse kishim sot me të vendosë? Është problem. Që thot populli me indasi me i vra, ha? Pa, njësaj është, nuk donë, se këto e në dy gjini e cila nuk ndahen, dhe mon mënyra të shpërrirë të vetëm mënyra piktura është me ngjyrë, kurse skulptura është përmes modelimit edhe formës tridimensionale. Pyetja e zakonshme është për secilin, për kraja institucionale. E di që sa punohet nuk ka për kraje, por të paktën apo shihet ndonjë indikacion pozitiv që ka hapësirë edhe për artistët, edhe për skulptorët, edhe për pikturët, edhe për krejt ata që dëshirojnë me transmetu diçka çfarë ka ndodhur në të kalurën. Pak ka për kraje, megjithatë përveç disa shtatorëve që i realizohen si kodër të luftës që ka qenë, por ndryshe veprat që janë ma individuale, veprat artistike për shembull që janë, për kraja është minimale. Shumë keq. Fotën e kemë. Nuk e di. Ne pas pak... Në artistat zakonisht nuk dorëzohemi, punojmë vetë dhe... Dorëzimi s'është opsion tek ne. Po realizojmë çata që na e mendojnë. Nga ky vend, për pak sekonda, do të largohemi, do të ngjitemi sa është lartësia mbytetare për afërsisht. Lartësia mbytetare ku janë vendosur veprat është 950 metra lartësi mbytetare. 950 metra, krahas pamjes spektakolare janë edhe dy vepra edhe më spektakolare se sa pamja. Duket më tepër se 60% e llapit. A ikim? Po. Hajde. Dikon 950 metër lartësi mbytetare në mbi fshatin Revush të komunës së Podujevës jemi mes dy punimeve gjigante. Mbrapa nesh është M48 që më duket pushka apo jo, dhe në anën tjetër edhe shpata e Gjergj Kastriotit. Do të flasim për të dyat, por po nisim s'pari me pushkën, cila është historiku dhe cilat janë përmasat, pse është vendosur të? Pushka është një monument artistik, e cila është realizuar në vitin 2020 për derë të çlirimit të Podujevës. Do mund kjo quhet edhe pushka e parë e lirisë, dihet që edhe Zahiri ka qenë një ndër të partë prej qetës llapit. E kum ndërlidh këtë skulpturë për shkak se edhe në këtë pjesë kanë qenë edhe instikomet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe kum ndesh me bënë një ndërlidhje historike përmes artit dhe veprës
cila është realizu. Kjo është vepër e realizuar ndru me kombinim të metalit, është afërsisht 5 metra gjatësi, kështu mendoj që rrin bukur se edhe hapësirën e kom gjetë të ideale për këtë monument. Sa ka marrë kohë me u përfundu si projekt? Afërsisht 1 muaj kom punu punë intenzive për me realizu, kështu si ide ka qenë edhe më e hershme. A do të kemi diçka mes këtyre 2 javëve në të ardhmen e afërt? Kam mendu disa herë me realizu edhe një vepër artistike mes këtyre 2 veprave, por megjithatë koha nuk ka leju deri në këto momente, por megjithatë shpresoj që shpejt do ta realizoj edhe një vepër. Por e di që para pushkës ka qenë shpata e Gjergjit, apo jo? Po. Shpata ka qenë vitin 2019, po 28 nëntor për nder të ditës së kombit, unë e quaj ditën e kombit, që është 28 nëntor. dita e pavarësisë së Shqipërisë. Po, patyshim. Po. Patyshim. Shpata është me gjatësi 4 metrëshe, e realizuar në metal. Kjo është shpatë simbolike, do të thotë që ka qenë shpata identike e Skënderbeu, po kjo është shpatë e cila e simbolizon një monument artistik për nder të Gjergj Kastriutit dhe nder të kombit. Materiali, lartësia? Materiali është metal i plot. Lartësia afërsisht është 950 metra në lartësi bizetare. Po lartësia e veprës? Vepra është 4 metra. 4 metrëshe. 4 metrëshe, sa ka marrë kohë me u përfundu një gjë e tillë? Kom punu afërsisht 2 muaj në ta, deri se kom realizu, se është me gdhendje. Edhe e di që ka dhe mundësinë e lëvizjes për shkak të... Ko aerodinamikën për shkak që ernat janë shumë të fuqishme në qëtë pikë ka snalt, edhe kjo lëviz po sipas erës. Se për ndryshe kjo mundet edhe më dëmtu mu këput, se domthon fuqia është e madhe e erës në këtë pikë. Bedri fatmirësisht të 2 armët i kanë shpëtuar edhe temperaturave, edhe erërave, edhe shumë çka tjetër, edhe kohës që besa. Por ulset, ndriçimi, vendet shtizat e flamujve që i kanë rënuar, pse ndodh një gjë e tillë? Këto unë po i shoh se ka bëgi një kohë që s'kam dalë këtë pjesë, po po i shoh që i kanë dëmtuar shumë. Një pjesë veç edhe i pas kanë largu krejt, një pjesë veç që i kanë rënu, sigurisht që më vje keq për këtë gjendje që për e shoh, apeloj që mos ndodhen këto, sepse këto janë për gjithë qytetarët edhe janë për ne, jo për diko tjetër. Definitivist. Këto janë investime që këmë bo vetë për investime personale. Nuk do të thotë që jem dëmtuone, por dëmtohet vetë hapësira dhe ky vend monumental që është. Ka pas vizitor shumë gjatë këtyre viteve, besoj që je taku me shumë prej tyre, sepse je person që i ke përfunduar vetë këto gjëra. Po, ka pas shumë edhe ka ende që vinë edhe i vizitojnë këto. Disave ju vje keq që është bo këto dëmtime. Si monumente nuk ka vizitor që nuk e mirë pret, janë monumente që ju pëlqejnë gjithve. Edhe shpresoj që do t'i qëndrojnë kohës pa dome më të doja. Bedri, faleminderit shumë për kohën dhe për gatishmërinë. Jemi munduar pak 950 metrë lart që besa një ecje kogja e thepisur kështu, apo jo? Bajagi, po javlen. Javlen për të monumente javlen. Definitivisht. Edhe kjo është arsyeja pse po dalim çdo të premte që të shohim edhe t'u japim hapësirë dhe opsione personave që me vizitu edhe pjesë të bukura të Kosovës, sepse në anën tjetër kemi shumë afër edhe rajonin e Mitrovicës. Po, është edhe pjesë e Shalës Bajgorës në atë pjesën sipër Kodre. Kështu që është vend piktoresk artistik i cili ja vlen me vizitu të paktën çdo vikend. Dashur shikues, faleminderit që qëndruat me mua, Bedriun dhe ekipin tim. Jemi ose ju përshëndesim mes M48-s, mes pushkës dhe shpatës së Gjergj Kastriutit këtu në fshatin Revuq. Ju nëse doni me vizitu, pse jo, shumë lehtë gjendet, është i aksesueshëm për çdo vetur, por kjo ecje është jo vetëm për shëndet, por edhe për të kuptuar pak shtegun historik të kësaj zone. Ju vazhdoni të qëndroni me emisionet tona, nga unë dhe Bedriu ju përshëndesim.
përshëndesim, tung tung. Faleminderit shumë.